Don Gjoni shtyn publikimin e këngës së re. Mesazhi prekës për Gjestin pas humbjes së vëllait. Pas lajmit të rënd për ndarje nga jeta të vëllait të Gjestit, reperi Don Gjoni ka reaguar me një mesazh prekës në rrjetet sociale. Artisti i njohur ka shprehur ngushëllimet e tij të sinqerta për familjen Kelmendi dhe për kolegun e tij, duke u lutur që Zoti t'u jap forcë dhe durim në këtë moment të vështirë. Në shenjë respekti, Don Gjoni ka bërë të ditur se publikimi i këngës së tij më të re, i planifikuar për sot, është shtyr. Projekti muzikor do të dalë për publikun ditën e nesërme në orën 18. Aksidenti i rënd ndodhi në fshatin Qungur në komunën e Pejës pas ditën e sotme, ku si pasojë ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur nga Peja, Gjesti dhe një tjetër mbeti plagosur. Mësohet se i riu ka ndëruar jetë në vend ngjarje. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, kur një vetur është përplasur me një motor. Po ashtu, është raportuar se një tjetër banor i fshatit me iniciale KB është lënduar rënd dhe aktualisht ndodhet në trajtim në spitalin e Pejës. Banorët e zonës prej të cilëve u mësuan detajet kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe kanë kërkuar që të zbardhen sa më parë rrethanat e aksidentit. Hetimet janë në vazhdim. Po ashtu ende nuk kemi një reagim nga reperi Gjesti, i cili ka qenë fituesi i edicionit të shkuar të Big Brother VIP Albania, aty ku tregoi edhe lidhjen e veçantë që kishte me vëllain e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.